Cili është kujtimi i parë që e mon vetën me në gjallë? Momenti i parë që ti nuk mon men diçka para që asoj ngjarje. Për kupton pyetja? Fëmija qysh? Fëmi. Po më nëjë nashta ti mënimin e parë e ki mas i rrit, po logikisht është kur je fëmi. Domethënë e ki një moment që e din që qaj është kujtimi yt i parë në jetë. Apo kupton? Shumë probleme kam unë me kujtesë. Këtë më fshirë trunive sende që kanë ndodhur të kalumen. Hiç si fiksoj. Ama Tu menu, tani vjen të duk pak ma interesant. në ashtë jam kohën 10 ose 11. Qka që më në? Me e ki, ja. Po. Ma e vogël, për ta kujtoj ma e vogël. Nuk e majnë men ma e vogël. Unë për shembull e di kujtimin e parë që e kam që s'mojnë men. Kallëzo ma? Mu më kujtohet edhe kështu me erë, për shembull nona jam ka punu në furr. Okej. So e na punë në Gjermanina, ashtë për di sa vjetë ka mujtë mi pas. A mo e di që kur orë me më qupi gjumit, dhe më thonë, për që ata dhe e du edhe së derën e kanelës, se adin që është në gjitë e trupit kur punajsh të në... Edhe mojnë men, edhe erën, edhe fix momentin kur Sa vjeç e ki pas? Nuk e di. Ka mundësi që jem konë shumë i vogël. Ja, unë. Se unë normalisht 3 vjetë e gjysë jem këthuj prej Gjermanisë. Unë e s'maj man. Ato e di që e kom kujtimin e parë. Linda, atë kujtohet? E majnë men ku jëm re, po, jëm re me vllai një herë për një kësi kindervo. Okej. Po mi konë budget. Veç po shkën tu... Po. Tu u bo interesant. Pa më për 50 centa, 20 centa, sa e konë ato. Jemi re, për me fitu njonin një kindervo.